الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimi takon Allahut të lartësuar, salavatet dhe selamit qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të dashur musliman, Allahu i lartësuar na ka bërë të njohur veten e tij duke na treguar atributet e veta, cilësitë e tij. Nëpërmjet atributeve të Zotit ne njohim Zotin ton, ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe atributet e Allahut subhanahu wa taala janë përmendur në Kur'an, përmenden dhe në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu dëshiron që të njohë krijuesin e tij dhe të adhurojë krijuesin e tij, domosdoshmërisht duhet që t'i referohet Kur'anit dhe haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të njohur cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Nuk mundet që të ketë burime të tjera përveç shpalljes hyjnore për njohjen e Zotit subhanahu wa taala. Në këtë kuptim, feja islame është unike, sepse është rruga e vetme për të njohur Zotin, për të njohur krijuesin. Për ne krijuesi në këtë botë është i padukshëm, por ai na ka treguar veten e tij nëpërmjet cilësive të cilat i ka përmendur në Kur'an dhe në sunetin e tij. Ai nuk na ka privuar nga njohja e tij, sepse na ka treguar disa atribute dhe disa cilësi të tij subhanahu wa taala. Prandaj, të gjithë ata të cilët duan të njohin Zotin, të shprehin dashuri Allahut, të adhurojnë Zotin, të luten atij, të kushtohen atij, duhet me do e mos të njohin atributet e tij subhanahu wa taala. Ne kemi përmendur në ligjëratën e kaluar disa atribute të Zotit, të lartësuar. Kemi folur dhe për bukurinë e Zotit. Zoti është në kulminacionin e bukurisë. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith të vërtet thot: Inna Allahe gjemilun yuhibbul jamal. Allahu i lartësuar është i bukur dhe ai e do të bukurën. Allahu është në kulminacionin e bukurisë. Zotit i përket bukuria e qenjes, qenia e Zotit është e bukur. Atij i përket dhe bukuria e atributeve, të gjitha atributet e Zotit, cilësitë e Zotit, përshkrimet e Allahut janë të bukura. Edhe veprat e Zotit karakterizohen nga bukuria dhe emrat e Zotit subhanahu wa taala janë të bukur. Bukuria e Zotit është më e madhe dhe më tërheqëse se çdo bukuri tjetër. Aq e madhe dhe aq tërheqëse është bukuria e Zotit të lartësuar, saqë banorët e xhennetit kur shohin fytyrën e Zotit mrekullohen. Dhe mrekullohen aq shumë saqë nuk u shkon mendja për asnjë lloj kënaqësie tjetër në xhenet, ndërkohë që janë duke shikuar tek fytyra e bukur madhështore e Allahut të lartësuar. Pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Wala yaltafituna ila shay'in min an-na'imi ma damu yanzuruna ilayh." Atyre nuk u shkon mendja për asnjë lloj kënaqësie tjetër të xhenetit përsa kohë që janë duke shikuar tek fytyra e Allahut të lartësuar. S'ka dyshim se kënaqësitë e xhenetit janë të lloj-llojshme, janë të përsosura. Dhe kënaqësitë e xhenetit nuk mund të krahasohen me kënaqësitë e kësaj bote. Por
Edhe kënaqësia e shikimit të besimtarit tek fytyra e Zotit në xhenet nuk mund krahasohet me kënaqësitë e tjera të xhenetit. Ashtu sikurse nuk ka krahasim ndërmjet kënaqësive të xhenetit, begative të xhenetit dhe të mirave të kësaj bote, po kështu nuk mund krahasohet kënaqësia e shikimit tek bukuria e fytyrës së Zotit me kënaqësitë e tjera të xhenetit. Atëherë besimtarët kur shohin bukurinë e Allahut të lartësuar mrekullohen, sepse ajo është bukuria më e madhe. Është bukuria më tërheqëse. Kjo pra është diçka prej bukurisë së qenies së fytyrës së Zotit subhanahu wa taala. Atributet e Zotit subhanahu wa taala janë të bukura. Prej atributeve të Zotit është mëshira, dhe mëshira padyshim është e bukur. Është mirëbërja, është fisnikëria, është bujaria. E këto padyshim janë atribute të bukura. Emrat e Zotit janë të gjithë të bukur. Zoti thot në Kur'an: "Walillahil asmaul husna." Allahut i përkasin emrat më të bukur. Emrat e Zotit janë të bukur sepse ata përmbajnë kuptime të bukura. Emrat e Zotit janë të bukur sepse përmbajnë atribute të përkryera. Për shembull, emri Allahut të lartësuar El Hayy është një emër i Zotit që përmban jetën. Es-Semi' është një emër i Zotit që do të thotë dëgjues dhe që përmban cilësinë e dëgjimit. Emri Allahut të lartësuar El-Hafidh do të thotë ruajtës dhe përmban cilësinë e ruajtjes. Allahu i lartësuar i ruan krijesat e tij. Emri i Zotit En-Nasir do të thotë ndihmues, që përmban cilësinë e ndihmës. Allahu i lartësuar i ndihmon robërit e tij të sinqert, miqtë dhe të dashurit e tij. Kështu pra të gjithë emrat e Zotit janë të bukur. Ata përmbajnë domethënie të bukura dhe atribute të larta të përkryera. Edhe veprat e Zotit të gjitha karakterizohen nga bukuria, sepse veprat e Zotit janë ose mirëbërje ndaj krijesave, ose janë drejtësi për krijesat. Për aktet e bujarisë dhe të mirëbërjes, Allahu i lartësuar lavdrohet dhe falenderohet. Por edhe për aktet e drejtësisë, Allahu subhanahu wa taala lavdrohet, sepse dhe aktet e drejtësisë së Allahut të lartësuar janë në përputhje me urtësinë e tij. Allahu i lartësuar dhe veprimet të cilët karakterizohen nga drejtësia, për shembull kur ndëshkon ndonjë subjekt, kur privon ndonjë krijesë prej mirësive të tij, kur çon në zjarrin e xhehenemit ndonjërin prej robërve të tij, të gjitha këto veprime karakterizohen nga drejtësia, sepse Allahu i lartësuar gjithçka e vën në vendin e saj. Dhe këto veprime Allahu i lartësuar i bën për qëllime madhore, për qëllime për cilat lavdrohet Allahu i lartësuar. Kështu që të gjitha veprimet e Zotit, qofshin ato të cilat klasifikohen si akte bujarie dhe mirëbërje, apo dhe ato të cilat klasifikohen si akte drejtësie, të gjitha janë të bukura. Të gjitha karakterizohen nga bukuria. Dhe ligjet e Zotit janë ligjet më perfekte, ligjet më të përsosura, ligje që karakterizohen nga bukuria. Edhe krijesat e Zotit, edhe krijimi i Zotit është i bukur, është i përsosur, është perfekt. Krijesat përmbajnë lloje të ndryshme bukurie. Në gjithësi, njeriu ka mundësi që të shohë lloje të ndryshme bukurie. Ai që krijoi të gjitha këto bukuri është Zoti. Dhe ai i cili u veshi krijesave të gjitha këto bukuri është Allahu i lartësuar. Kështu që krijuesi këtyre bukurive, dhuruesi këtyre bukurive, është më meritor që të jetë i bukur. Ai padyshim është më i bukur. Dhe këto bukuri shprehin bukurinë e Zotit, flasin për bukurinë e Zotit,
na orientojnë neve për bukurinë e madhe të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të gjitha bukuritë të dynjas dhe të ahiretit, bukuritë e dukshme dhe të padukshme, dhe në mënyrë të veçantë, bukuritë që Allahu i lartësuar u jep banorëve të xhenetit, të cilat tashmë për ne, ndërkohë që jemi në këtë botë, janë të paperceptueshme, ne nuk arrim të kapim dot realitetin e tyre. Të gjitha këto bukuri janë mirësi, janë dhurat nga Allahu i lartësuar. Dhe dhuruesi këtyre bukurive, padyshim është më i bukuri. Ai është më i larti. Allahu subhanahu wa ta'ala është dhuruesi i cilësive të përsosura apo të përkryera që përmbajnë krijesat. Dhe çdo bukuri, çdo përkryerje që përmbajnë krijesat dhe që nuk përbën apo nuk sjell ndonjë mangësi, ajo njëherë është edhe përkryerje për Allahun. Është një atribut i Zotit subhanahu wa taala, se nuk ka mundësi që krijuesi të jap një cilësi të bukur, të përkryer, një formë përkryerje të jap një krijese, një përkryer kjo e cila nuk përbën mangësi dhe nga ana tjetër vetë jeti zhveshur prej saj. Dhuruesi i bukurive është më i bukuri. Dhuruesi i përkryerjes tek krijesat është më i përkryeri. Ai është në kulminacionin e bukurisë, ai është në kulminacionin e përkryerjes subhanahu wa ta'ala. Kjo është diçka prej bukurisë së Zotit. Qenia e Zotit është e bukur. Emrat e Zotit janë të bukur, atributet e Zotit janë të bukur dhe veprat e Zotit karakterizohen nga bukuria. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala duke folur për bukurinë e Allahut të lartësuar, thot: sikur të mblidhej bukuria e të gjitha krijesave. Ajo në raport, në krahasim me bukurinë e Zotit, do të ishte si drita e një feneri në krahasim me dritën e madhe që shliron dielli. Edhe faktikisht Zoti nuk mund krahasohet me krijesat, por ky shembull, ky krahasim nga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala është sjell për t'i dhënë njeriu të kuptojë se sa e madhe është bukuria e Zotit subhanahu wa taala. Ndaj besimtari duhet i përvishet punës, t'i drejtohet të bukurit, t'i drejtohet më të bukurit, të adhurojë më të bukurin, të njohë bukurinë e Allahut të lartësuar, t'i përvishet punës që duke vepruar shkaqet për të arritur xhenetin. Se nëse bëhet banor i xhenetit, ka për të parë fytyrën e bukur të Allahut të lartësuar. Allahu mos na privoft nga një bukuri e tillë. Kështu sikur se sqarohet në Kur'an, në hadith e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në shpjegimet e dietarëve të ummetit ton, bukuria e Zotit subhanahu wa taala nuk mund të gjendet në asnjë religjion, në asnjë libër tjetër besimi të ndonjë feje apo rrymë tjetër, përveç fesë islame dhe besimit të ehli sunna wal jamaa. Prandaj njeriu e ka të domosdoshme për njohjen e Zotit dhe adhurimin e Allahut të lartësuar, njohjen e cilësive të Zotit, konform asaj që përmendet në Kur'an, në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas rregullave të cilat i kanë shtjelluar dietarët e ummetit ton në librat e akides së Ahlus Sunna wal Jamaa. Prej cilësive të Allahut të lartësuar është dhe madhështia. Zoti është më i madhi. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa huwa al-'aliyyul 'azim." Allahu është më i larti dhe ai është madhështori. Madhëria e Allahut të lartësuar do të thotë se Zotit i takon çdo cilësi e përkryer. Të gjitha cilësitë e Zotit janë të përkryera. Ky është një kuptim i madhërisë së Zotit. Nësa kuptimi tjetër i madhështisë së Allahut të lartësuar është se krijesat e madhrojnë atë. Ai është i denjë që ta madhrojnë krijesat, që ta nderojnë krijesat, që t'i nënshtrohen dhe t'i përulen
krijesat, askush tjetër nuk meriton që të madhërohet, ashtu sikurse duhet të madhërohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me madhështinë e Zotit, Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot: "Mas samawatu as-sab'a wal aradun as-sab'a fi kafi ar-Rahman fi yadi ar-Rahman illa kal khardalati fi yadi ahadikum." 7 qejt dhe toka në dorën e të gjithë mëshirshmit, në dorën e Rahmanit, janë si fara e mustardës në dorën e ndonjërit prej nesh. Pra, qejtë dhe toka në raport me madhërinë e Zotit janë në kulmin e vogëlsisë. Nuk mund krahasohet qielli dhe toka, ndonse për ne janë krijesa të gjera, për ne është një hapësirë shumë e madhe, ajsa ne njeriu deri më sot nuk ka arritur të gjejë cakun universit. Për ne pra universi është një hapësirë e madhe. I tërë universi ndodhet në qiellin e dynjas. Toka, trupat qiellor, qejt në raport me madhërinë e Zotit janë në kulmin e vogëlsisë. Abdullah ibn Abbas po e përsëris edhe një herë thot: 7 qejt dhe toka në dorën e të gjithëmëshirshmit janë si fara e mustardës në dorën e ndonjërit prej nesh. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Ata nuk e vlerësuan madhërinë e Zotit ashtu siç i takon atij që të madhërohet. 7 qejt do të jenë në njërin prej 2 duarve të Allahut në ditën e gjykimit. Do të jenë të mbështjellë të shtrënguar në njërin prej 2 duarve të Zotit. Dhe toka do të jetë në dorën tjetër të Allahut të lartësuar. I pastër dhe i lartë është Allahu i lartësuar nga ajo që ja veshin të paditurit. Kështu pra, Zoti subhanahu wa taala është më i madhi. Madhëria e Zotit është e pakrahasueshme me krijesat. Me krijesat. Allahu subhanahu wa taala meriton adhurimin. Asgjë nuk meriton të adhurohet, ashtu sikurse duhet të madhërohet Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar meriton që ta madhërojmë me zemrat tona. Allahu meriton që ta madhërojmë me gojë. Allahu i lartësuar meriton që ta madhërojmë me veprat tona, me namaz, me agjërim, me dhikr, me lutje e tjerë. Prej cilësive të Allahut të lartësuar është dhe lartësia. Zoti është më i lartë. Zoti është më i larti. Lartësia e Allahut të lartësuar nënkupton lartësinë e qenjes. Zoti është mbi të gjitha krijesat, është përtej krijesave, është jashtë krijesave. Allahu thot në Kur'an: "Wa huwa al-'aliyyul 'azim." Allahu është më i larti. Sabbihisma rabbikal a'la. Lartëso emrin e Zotit tënd, më të lartit. Kështu që Zotit i përket lartësia fizike. Ai është mbi të gjitha krijesat, subhana. Është në lartësi. Zoti nuk është brenda krijesave siç mendojnë të paditurit. Nuk është i shkrirë me krijesat. Nuk është i bashkuar me krijesat, nuk është i përzier me krijesat. Përkundrazi është jashtë krijesave. Jashtë krijesave është lartësia, ndërsa brenda krijesave është ana poshtë. Zoti është lart, është jashtë krijesave. Ai është mbi fronin e lartë, sikur se ka thënë në Kur'an: "Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa." Rahmani, mëshiruesi, mbi arsh është ngritur, është lartësuar. Fjala istawa do të thotë është lartësuar, është ngritur mbi arsh. Kështu që së pari, Zotit i përket lartësia fizike, është mbi të gjitha krijesat. Lartësia e cilësive, atributet e Zotit janë të larta. Të gjitha atributet e Zotit janë të larta. Lartësia e pozitës dhe pushtetit. Allahu i lartësuar është pushtetlarti, subhanahu wa ta'ala. Atëherë, këto ishin disa nga cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Për cilësive të Zotit subhana është dhe dëshira. Allahu i lartësuar bën çfarë të dëshirojë. Gjithçka ndodh me dëshirën e Zotit, me vullnetin e Zotit. Asgjë nuk mund të ndodhë përkundër
vullnetit të Allahut të lartësuar. Zoti thot në Kur'an fa'alul lima yurid, Allahu është vepruesi i asaj që dëshiron. O ma tashauna illa an yasha Allah, ju nuk mund të dëshironi veç atë që dëshiron Allahu. Allahu veç se nëse dëshiron Allahu. Po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Allahu i lartësuar krijon atë që dëshiroj dhe Allahu i lartësuar zgjedh. Allahu krijon atë që dëshiroj dhe Allahu përzgjedh për krijesave. Kështu që Allahu krijon me dëshirën e vet. Krijohet vetëm ajo që dëshiron Zoti. Dhe Allahu përzgjedh atë që pëlqen apo atë që dëshiron prej krijesave të Tij subhanahu wa taala. Prej vlerave të Islamit është se Islami na jep dhe shpjegime në lidhje me zanafillin e krijimit, zanafillin e krijimit të qiejve dhe të tokës, të krijimit me lajkeve, gjindve dhe njerëzve. Allahu i lartësuar në lidhje me krijimin e qiejve dhe të tokës na thot në Kur'an: "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Allahu i lartësuar është ai i cili krijoi qiejtë dhe tokën në 7 ditë, në 6 ditë, ndërkohë që arshi i tij ishte mbi ujë. Nga ky ajet ne mësojmë se para krijimit të qiejve dhe të tokës ishte krijuar arshi. Arshi ndodhej mbi ujë. Pastaj Allahu i lartësuar krijoi qiejtë dhe tokën në 6 ditë. Arshi i Allahut të lartësuar është krijesa më e madhe. Është krijesa më madhështore, krijesa më e gjerë. Duhet kemi parasysh që qiejt janë rrotull universit. Qiejt në formë rrumbullake përfshin të tërë universin. Kjo kuptohet nga citatet fetare. Gjithsej ka 7 qiej. Qiejt janë tibakan, njëri mbi tjetrin, siç i përshkruan Allahu i lartësuar në Kur'an, ndërsa arshi është si çatia mbi qiejt. Dhe arshi në fakt është dhe çatia e xhenetit më të lartë që quhet Xheneti el Firdaus. Mbi arsh është Allahu, është krijuesi gjithçkaje. Në arshin e Zotit subhanahu wa taala është edhe një krijesë që quhet El Kursi. El Kursi ka përfshirë qiejtë dhe tokën. Pra El Kursi është më e madhe se sa qiejtë dhe toka. Allahu i lartësuar për Kursiyin thot në Kur'an: "Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard." Kursiji i Allahut të lartësuar ka përfshirë qiejtë edhe tokën. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka folur për Kursiyin dhe për arshin në një hadith ku thot: "Kursiji i Allahut të lartësuar në krahasim me qiejtë dhe tokën është aq i madh sa një shkretir në krahasim me një rreth që hidhet në të." Domethënë, qiejtë dhe toka në krahasim me Kursijin janë si një rreth që hidhet në një shkretir, ndërsa Kursiji në krahasim me arshin e Allahut të lartësuar është si rrethi në krahasim me shkretirën e gjerë dhe të madhe. Pra, Kursiji është shumë më i madh se sa qiejtë dhe toka, Kursiji ka përfshirë qiejtë dhe tokën, dhe akoma më i madh se sa Kursiji është arshi i Allahut të lartësuar. Zoti arshin e përshkruan në Kur'an si të lavdishëm, Dhul Arshil Mejid. Allahu i lartësuar është zotëruesi i arshit të lavdishëm. Po kështu Allahu i lartësuar e përshkruan arshin në Kur'an si fisnik. El Arshil Kerim, Zoti i arshit fisnik. Pasi krijoi arshin, Allahu i lartësuar shënoi në Lauhul Mahfudh gjithçka që do të ndodhte deri në ditën e Kiametit. I dha urdhër kalemit që të shnonte çdo gjë që do të ndodhte deri në ditën e Kiametit. Kështu që 50.000 vite para krijimit të qiejve dhe të tokës, gjithçka u regjistrua në Lauhul Mahfudh. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë:
Inna Allaha qaddara maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Allahu i lartësuar i caktoi për masat e krijesave 50,000 vite para se të krijoheshin qiejt edhe toka. Pastaj Allahu i lartësuar krijoi qiejt edhe tokën. Allahu i krijoi qiejt edhe tokën në 6 ditë. Për një arsye, një qëllim që e di Zoti subhanahu wa taala, se Allahu në fakt ka fuqi që t'i krijojë ato në një moment. Do thoshte atyre një herësh bëhuni dhe ato do të bëheshin. Por Allahu i lartësuar deshi që të krijoheshin për 6 ditë. Zoti ka thënë në Kur'an, ashtu sikurse në ajetin që përmendëm dhe pak më parë, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Zoti juaj është Allahu i cili krijoi qiejtë dhe tokën në 6 ditë dhe pastaj u ngrit mbi fronin e lartë. Allahu i lartësuar e krijoi tokën në 4 ditë. Në 2 ditët e para krijoi tokën dhe në 2 ditët e tjera vendosi malet për stabilizimin e tokës dhe krijoi në tokë me masë të caktuar mjetet e jetesës që u duhen njerëzve, kushtet e jetesës për njerëzit. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin." Thuaj, a vërtet ju po mohoni Allahun i cili krijoi tokën në 2 ditë? Ky është Zoti i gjithçkaje. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Allahu i lartësuar vendosi male në tokë për stabilizimin e saj, që toka të mos jetë e luhatshme. Dhe në fakt edhe në kohën tonë është zbuluar, është faktuar se malet e stabilizojnë tokën, bën që tokat mos jetë të luhatshme, që shtresat e tokës të mos jenë të luhatshme. Kjo është një mirësi që Allahu i lartësuar e ka bërë për ne. Këtë fakt e ka përmendur Kur'ani fisnik para 15 shekujsh dhe zbulimet e kohës sonë përputhen me atë që përmendet në Kur'anin famëlart. Wa baraka fiha, Allahu i lartësuar bekoi tokën. Zoti vendosi në tokë begati të shumta dhe të ndryshme për njerëzit. Zoti ka dhënë bereqet në tokë dhe ky bereqet ka për të vazhduar në tokë deri në ditën kur të bëhet kiameti. O baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin. Allahu i lartësuar paracaktoi dhe për masat e mjeteve të jetesës dhe të ushqimeve të cilat u nevojiten krijesave në tokë, u nevojiten njerëzve në tokë. E gjithë kjo ndodhi në 2 ditë. Në 2 ditë u krijuan toka, në 2 ditë e para u krijua toka dhe në 2 ditë e tjera u vendosën malet dhe u caktuan dhe mjetet e jetesës për njerëzit. U krijuan dhe mjetet e jetesës për njerëzve dhe pas 6 ditëve, se në komplet 6 ditë u krijuan qiejtë dhe toka, pas 6 ditëve Allahu i lartësuar krijoi njeriu në ditën e 7, në ditën e xumë, para namazit të akşamit dhe pas namazit të ikindis, domethënë ndërmjet ikindis dhe akşamit. Por më gjerë, në lidhje me krijimin e njeriut dhe në lidhje me krijimin e melajkeve dhe të xhindve, si dhe për qëllimin e veprave të Zotit, arsyet e krijesave që bëri Allahu i lartësuar, arsyen e krijimit të njeriu dhe të xhinëve, do të flasim në pjesën e dytë të emisionit, inshallah taala. Prandaj le të shkëputemi për disa momente, qëndrojmë së bashku dhe të kthehemi përsëri për të ndjekur shpjegimet të cilat kanë mbetur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Jemi kthyer
për të folur në lidhje me zanafillin e krijimit dhe veçanërisht për krijimin e melajkeve, krijimin e xhindve dhe krijimin e njerëzve. Allahu i lartësuar i krijoi melajket prej drite, ndërsa xhindët i krijoi prej zjarri. Ademin alayhi salatu wassalam, i cili është babai i njerëzisë, e krijoi prej balte. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Khuliqatil malaikatu minan nur wa khuliqal jannu minan nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Melajket janë krijuar prej drite, xhindët janë krijuar prej zjarrit. Është fjala për të parin e xhindëve, iblisin, i cili është krijuar prej zjarri, dhe Ademi është krijuar prej asaj që u është përshkruar juve. Dihet që melajket janë krijuar para njerëzve, po kështu edhe iblisi është krijuar para Ademit alayhi salatu wassalam. Allahu thot në Kur'an: "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allahu i lartësuar e krijoi njeriun prej baltës së thatë, e cila ishte si argjile. Ndërsa për iblisin, të parin, babain e xhindve, Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Ndërsa xhindët i krijoi nga flaka e përzier e zjarrit. Në një ajet tjetër në Kur'an, Zoti ka përmendur se Allahu i lartësuar i krijoi xhindët, domethënë babain e xhindve, nga iblisin, nga flaka e pastër e zjarrit, flaka shumë e fortë, me një nxehtësi shumë të fortë dhe e pastër nga tymi. Nga kjo i krijoi Allahu i lartësuar xhindët. Pasi u krijua Ademi, Allahu i lartësuar i dha urdhër melajkeve dhe iblisit që t'i bënin sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Melajket i bën sejdë Ademit, ndërsa iblisi refuzoi që t'i bënte sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Që nga ky moment filloi betejë, lufta ndërmjet iblisit dhe Ademit alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar e krijoi Ademin me dy duar të veta. Ma men'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allahu i drejtohet iblisit në Kur'an duke thënë: "Ç'të pengoi ty që ti bëje sejdë atij që unë e krijova me dy duart e mia?" Allahu i lartësuar i dha formën më të bukur babait të njerëzisë, Ademit alayhi salatu wassalam. Njeriu është krijesa më e bukur e Zotit subhana. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. Zoti e la për një farë kohe Ademin ashtu siç ishte dhe pastaj i dha shpirt Ademit alayhi salatu wassalam. Pasi i dha shpirt, u dha urdhër melajkeve dhe iblisit që t'i bënin sejdë. Melajket i ra në sejdë, ndërsa iblisi nuk i ra në sejdë. Allahu i lartësuar i mësoi Ademit dhe emrat e gjithçkaje. Kështu që në mënyrë të përmbledhur, kjo është zanafilla e krijimit. Allahu i lartësuar krijoi melajket, krijoi iblisin, krijoi dhe Ademin alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar i krijoi krijesat për qëllime të larta, me urtësi. Allahu asnjë veprim nuk e bën pa urtësi. Asgjë nuk e bën pa qëllim. Asnjë veprim i Zotit nuk mund të cilësohet si i kot, si i pa kuptimt. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqna as-samaa wal-ardha wa ma baynahuma batila, dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar." Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka gjendet ndërmjet tyre pa kuptim. Ky është mendimi atyre të cilëve nuk besuan. Dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Mirë për ata të cilët mohuan, të cilët kanë për të vuajtur dënimin e zjarrit të xhehenemit, Zoti na ruajt prej tij. Urtësitë e krijimit të Zotit, e veprave të Zotit janë të shumta.
dhe njeriu nuk mund t'i përfshijë urtësitë e veprave të Zotit, qëllimet, të gjitha qëllimet e veprave të Allahut. Por njeriu arrin që të njohë vetëm ai sa i ka treguar Allahu i lartësuar. Ashtu siç thot Zoti në Kur'an, "Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha." Ata nuk mund të përfshinë asgjë prej dijes së Zotit subhanahu wa taala, vetëse ai sa u tregon Allahu subhanahu wa taala. Atëherë le të flasim për disa urtësi të veprave të Zotit, të krijimit që bëri Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar deshi që të shfaqte cilësitë e veta, si dijen. Prandaj krijoi krijesat. Duke medituar mbi krijesat, duke parë krijesat, ne kuptojmë se Zoti është i ditur. Ne vlerësojmë dijen e gjerë dhe të gjithanshme të krijuesit ton subhanahu wa taala, në mënyrë të padiskutueshme. Duke parë krijesat, duke marrë njohuri mbi krijesat, ne bindemi se krijuesi i krijesave është më i dituri. Ai e din gjithçka, ai ka përfshirë gjithçka me dijen e tij. Kështu krijesat janë një shenjë për dijen e Zotit. Zoti deshi që tregonte dijen e vet dhe krijoi krijesat në mënyrë të përsosur, në mënyrë perfekte, me një organizim absolut, duke vendosur gjithçka në vendin e saj dhe duke bërë që qejtë dhe toka, trupat qiellore kështu me radhë dhe krijesat në përgjithësi të funksionojnë në një mënyrë të mrekullueshme. Një cilësi tjetër që Zoti deshi ta shfaqte është fuqia. Zoti ka fuqi për të bërë gjithçka. Zoti deshi që ta tregonte këtë cilësi, krijoi gjërat e përkundërta. Ditën dhe natën, qiellin dhe tokën, ujërat e kripura dhe ujërat e ëmbla, të mirën dhe të keqen, me lajket nga njëra anë dhe shejtanin nga ana tjetër, mirësitë dhe fatkeqësitë, jetën dhe vdekjen, xhenetin dhe xhehenemin, vendin ku do të begatohen besimtarët dhe vendin ku do të vuajnë dënimin qafirat jo besimtarët. Këto janë gjëra të përkundërta. Ekzistenca e gjërave të përkundërta dëshmon për fuqinë e Zotit, tregon për fuqinë e Zotit. Allahu i lartësuar krijoi dhe krijesa të mëdha dhe padyshim që krijimi i krijesave të mëdha dëshmon se krijuesi i tyre është i plotfuqishëm. Ka fuqi për të bërë gjithçka. Prandaj Allahu i lartësuar thot në Kur'an, "Wa huwa ala kulli shay'in qadir." Ai ka fuqi për të bërë gjithçka. Zoti deshi të tregonte dhe vullnetin e vet. Prandaj ai krijon çfarë të dëshiroj. Gjithçka krijohet me vullnetin e Zotit. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Zoti yt krijon atë që dëshiron. Dhe po të shohim krijesat, mënyrën se si janë planifikuar, për masat me cilat janë krijuar krijesat, dalim në përfundimin se gjithçka është krijuar me vullnetin e Zotit, sipas dëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Ekzistenca e femrës dhe e mashkullit. Ekzistenca e të tillëve që i binden Zotit dhe të tjerëve që nuk i binden Zotit. Mjetet e jetesës që Allahu i lartësuar u ka përpjestuar njerëzve. Kushtet e jetesës që ekzistojnë në tokë dhe nuk ekzistojnë në trupat e tjerë qiellor. Të gjitha këto flasin për vullnetin e Allahut të lartësuar. Po sikur, për shembull, krijesat të ishin rezultati një rastësie, nuk do të kishim mashkull dhe femër. Nuk do të kishim gjëra të përkundërta. Natyra nuk ka vullnet. Ne vërejmë në krijesat e Zotit një dorë që ka krijuar me vullnet, që dëshmon se krijuesi i krijesave ka dëshirë dhe sipas dëshirës së tij ka krijuar krijesat. Pra duke krijuar krijesat, Zoti shprehu dhe vullnetin e vet. Ka treguar dhe dëshirën e tij. E ka përkthyer dëshirën e tij në krijim, duke krijuar mashkullin, femrën, qiellin, tokën, duke krijuar tokën në këtë mënyrë siç është krijuar, planetet e tjerë në atë mënyrë se si ekzistojnë ata, e kështu me radhë. Allahu i lartësuar nëpërmjet krijimit tregoi dhe urtësitë e veta, tregoi dhe qëllimet e veta. Dhe në fakt, duke medituar njeriu mbi krijesat, arrin të kap shumë qëllime të ekzistencës së tyre.
Për shembull, ne njohim qëllimin e ekzistencës së atmosferës që rrethon tokën, qëllimin e ekzistencës së ujit në tokë, qëllimin e ekzistencës së bimëve, qëllimin e ekzistencës së shumë kafshëve, e tjerë, qëllimin e ekzistencës së energjisë që shliron dielli, të dritës, të errësirës dhe kështu me radhë. E të gjitha këto pra çfarë tregojnë? Këto tregojnë urtësitë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar deshte të tregonte dëgjimin dhe shikimin e tij, faktin që ai dëgjon gjithçka. Krijoi zërat dhe i dëgjon zërat gjithë. Krijoi krijesat dhe i shikon të gjitha krijesat subhanahu wa taala. Kështu Allahu i lartësuar deshi që të shfaqte cilësitë e veta. Dhe i krijoi krijesat. Së dyti, Allahu i lartësuar deshi të tregonte madhështinë e vet. Ndaj krijoi krijesat e mëdha, si qiejt edhe tokën, arshin madhështor, kursijin që përfshin qiejt edhe tokën. Këto krijesa të mëdha dëshmojnë se krijuesi i tyre është më i madh. Subhanahu wa taala. Zoti për treguar madhërinë e vet dhe për të bërë krijesa që të vlerësojnë madhërinë e tij, se nga njëra anë Zoti do që të tregojë madhështinë e tij dhe nga ana tjetër dëshiron që të vlerësohet madhëria e tij, krijoi qiejt edhe tokën, krijoi me lajket, krijesa prej drite, krijoi njeriu, krijoi xhindët, subhanahu wa taala. Atëherë duke krijuar krijesat, Allahu subhanahu wa taala tregoi madhështinë e tij dhe kërkoi edhe nga njerëzit që të vlerësojnë madhërinë e tij, t'i përulen dhe t'i nënshtrohen atij subhanahu wa taala. Me krijimin e krijesave Zoti tregoi edhe bukurinë e vet. Allahu ka krijuar bukuri të shumta. Duke parë njeriu bukuritë e krijesave, arrin të kuptojë se krijuesi këtyre bukurive është akoma më i bukur. Është në kulminacionin e bukurive, se është e pamundur që Allahu i lartësuar t'u jap krijesave të gjithë këto bukuri dhe vetë të jetë i zhveshur prej bukurive. Përkundrazi, dhuruesi i të tërë këtyre bukurive është edhe më i bukur. Pra, çdo lloj bukurie që sheh njeriu në gjithësi duhet ta orientojë atë drejt bukurisë së Zotit. Duhet të ngjallë tek ai dëshirën e flakt për të parë një ditë bukurinë e Allahut të lartësuar, për të mrekulluar, për të kënaqur dhe për të mahnitur me bukurinë e fytyrës madhështore të Allahut subhanahu wa taala. Zoti deshi që të shfaqte ndikimin dhe rrjedhimet e emrave të tij të bukur. Emrat e Zotit kanë ndikime, kanë rrjedhime. Madje të gjitha krijesat janë rrjedhim i emrave të bukur të Zotit. Krijimi është rrjedhim i emrit të Zotit El Khaliq, krijues. Zoti cilësinë e krijimit e vuri në veprim dhe krijoi krijesat. Allahu i lartësuar deshi që të shfaqte për shembull gjurmët e mëshirës së vet, se Zoti është i mëshirshëm. Nëse nuk do të krijonte krijesat dhe të mëshironte ato, ai nuk do të shfaqte mëshirën e vet. Zoti deshi që ta shfaqte mëshirën e vet, ndaj krijoi njeriu. Por bëri që të ketë dhe krijesa që e nxisin njeriu për të bërë gjunahe. E pas veprimit të gjunaheve njeriu pendohet. Zoti shfaq mëshirën e vet duke pranuar tauben prej njeriu. Zoti e mëshiron njeriu duke i dhuruar atij mirësi, duke i dhuruar atij begati, duke e furnizuar atë. Zoti mëshiron besimtarët duke i çuar ata në xhenet. Zoti mëshiron banorët e tokës duke u lëshuar atyre shiun. Zoti mëshiron njerëzit në tokë me dërgimin e të dërguarve, me shpalljen e librave, sepse po të mos ishin dërguar dhe po të mos ishin shpallur librat, njerëzit nuk do ta njihnin të vërtetën. Allahu është pendim pranues, se Tawab është një prej emrave të Zotit, dhe Zoti dëshiron që ky veprim që përmban ky emër të vihet, domethënë të shfaqen rrjedhimet e tij. E kështu Allahu subhanahu wa taala u mundson disa njerëzve që të pendohen.
dhe e pranon pendimin prej tyre, se Zoti pëlqen pranimin e pendimit. Zoti është mëkatfalës. Por nëse nuk do të kishte krijesat të cilat bënin gjunahe, Allahu nuk do ta shfaqte këtë cilësi, këtë veti, këtë veprim të tij ndaj Allahu lartësuar, bëri që njeriu të ketë një natyrë të tillë që bën edhe gabime. Po pastaj kërkon falje Zotit. Allahu lartësuar e pëlqen mëkatfaljen dhe kështu ja fal gjunahin njeriu. Zoti është El Wahhab, është dhuruesi. Ndaj Zoti krijoi krijesat, krijoi njeriu dhe dhuron begati e mirësi krijesave. I dhuron njeriu mirësi nga më të ndryshmet. Duke krijuar krijesat, Zoti shfaqi këtë emër të tij të bukur. Vuri në veprim këtë veti, këtë cilësi të tij. Nëse nuk do të ishin krijuar krijesat, Zoti nuk do ta kishte vënë në veprim këtë cilësi të tij. Allahu i lartësuar dëshiron që të shfaqen dhe rrjedhimet e emrave të Zotit, të cilët kanë të bëjnë me fuqinë, me mposhtjen, me ndëshkimin e kundërshtarëve të tij. Edhe rrjedhimi këtyre cilësive ka për të shfaqur. Allahu i lartësuar i mposht kundërshtarët të dërguarve. Allahu i lartësuar i mposht ata të cilët përkrahen të pavërtetën. Allahu i lartësuar do të mposht mohuesit në zjarrin e xhehenemit. Allahu i lartësuar tregon fuqinë e tij, se ai është El-Qawi, është i fuqishëm, është El-Metin, është i pathyeshëm. Tregon fuqinë e vet, duke mposhtur shejtanin e mallkuar, duke e dëbuar nga mëshira e vet, duke mposhtur armiqtë të dërguarve të tij, duke i ndëshkuar me një ndëshkim të rrept kafirat në zjarrin e xhehenemit. Në këtë mënyrë shfaqen rrjedhimet e këtyre emrave të bukur të Allahut të lartësuar. Zoti doshte që të shfaqeshin rrjedhimet e këtyre emrave, ndaj krijoi krijesat. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim." Lajmëroi robrit e mi se un jam mëkatfalës mëshirbërës, dhe se ndëshkimi im është ndëshkim i dhëmshëm. Allahu i lartësuar deshi që të paraqesë dhe veprat e veta, subhanahu wa ta'ala. Por për pasqyrimin e veprave të Allahut të lartësuar do të flasim në ligjëratën e ardhshme, sepse emisioni ton tashmë i ka ardhur fundi. Elus Allahun lartësuar që t'i bëj të dobishme këto që dëgjuam. Walhamdulillahi rabbil alamin.